kontakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips. Doktor Besa Kadriu e lindur në Tetov, është pedagoge rregullt në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, Universiteti i Evropës Juglindore, CEEU, në Tetov. Ajo i përket brezit të parë të studentëve të këtij universiteti, ku përfundoi studimet në administratë publike, masterin dhe më pas nisi karrierën akademike si asistente në vitin 2006. Aktualisht mban titullin docente dhe ligjëron lëndë nga fusha administratës publike, politike, integrime evropiane dhe qeverisje së mirë. Në vitin 2020, ajo mbrojti doktoraturën në SEEU, dërsa që nga viti 2022 është angazhuar edhe në projekte kërkimore pranë Universitetit të Lozanës në Zvicër, ku studion modelin kantonal zviceran si praktikë e mirë për shoqëritë multietnike dhe vendet në zhvillim. Përveç punës akademike, Besa ka një angazhim të gjerë qytetare publik. Ajo ka qenë anëtare e Këshillit të Qytetit të Tetovës në vitet 2022-2025, ndërsa më herët ka shërbyer si presidente e Rotary Club Tetova në vitet 2017-2018. Është gjithashtu ambasadore e paqes pranë organizatës ndërkombëtare IWPG në Korenë e Jugut, ku ka marrë pjesë në samite botërore për paqen dhe dialogun ndërkombëtar. Dr. Besa Kadriu është autore e librit Policy Making in a Multi-Ethnic State, The Case of North Macedonia, në vitet 2007-2017. Aktualisht, po punon mbi 2 monografi të reja kushtuar qeverisjes shumë nivelshe dhe krahasimeve ndërmjet kulturave administrative. Publikimet dhe prezentimet e saj ndërkombëtare janë fokusuar në shtetet multietnike, zhvillimin e qëndrueshëm, rolin e Bashkisë Evropiane dhe modelet e qeverisjes demokratike. Dr. Besa Kadriu është një zë aktiv për përfaqësimin dhe për të drejtat e komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke kontribuar punën dhe akademike me aktivizmin shoqëror dhe politik. Ajo ka qenë nënkryetare e lëvizjes Besa nga viti 2022-2024, ku ka dhënë pastaj dorëheqje para hyrjes së koalicionit Blen në qeverinë e fundit të Maqedonisë së Veriut. Ajo ka shumë publikime në revista të ndryshme prestigjioze, si dhe pjesëmarrëse në shumë aktivitete ndërkombëtare, si ligjëruese në tema të ndryshme për të drejtat e njerëzit, zgjedhjeve paqësore të konflikteve, lobimeve e shumë lëmit të tjera. Për punën e saj, ajo ka marrë lavdata dhe shumë mirënjohje kombëtare dhe ndërkombëtare. Për ta kursyer në kohë televizive dhe për t'i dhënë kohë vetë asaj, ne me kaq po e përfundojmë këtë intro. Shikues të nderuar, mirë se ardhët në emisionin e Radhës Fakte. Ishte ky një paralajmërim për një zë të ri, për një zë aktive, për një vajzë, për një femër, për një zonjë kuptimin shqip të fjalës, e cila premton shumë. Besën, sot e kemi mësafiren studion e KTV-s dhe në emisionin Fakte. Mirë se erdhe, Becë. Mirë se ke ardhë, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Hajde urna. Kënaqësi janë shtemi. Faleminderit shumë që ke ardhë. Si erdhe sot? Jam nisur në mëngjes herët, domethënë nga Tetova, bashkë me babain tim, sepse ai gjithmonë ka nostalgji për Prishtinën, dhe sa herë që bisedohet, domethënë për qytetin e periudhës kur ai ka qenë këtu student, sigurisht që është kënaqësi të më shoqëroj edhe në udhëtimet e mia, që tani unë mundohem, domethënë, të jem prezente në jetën publike, në emisionet të kësaj natyre, kur jam e ftuar si në rastin tuaj, dhe bashkë biseduam për gjitha ato përvoja të mira, domethënë që Kosova për ne si shqiptar nga Maqedonia e Veriut përfaqëson. Në fakt, Baca Zeq, miku im i mirë, ishte dash tjetë në atë karrikë qysh më herët, sepse ai ka çka për të thënë përgjithësi për publikun, po ja që talëshoj radhën ty kësaj herë dhe një herë tjetër do tjetë edhe ai.
Unë jam shumë falemnderuese gjithmonë për mbështetjen që më ka dhënë deri më tani në rrugtimin tim edhe akademik, edhe në çdo lloj veprimtarie, dhe kur është fjala, domethënë që ju përmendet na e lëshojnë rrugën, gjithmonë prindërit kanë përshtypjen jo vetëm ai, po çdo prind për fëmijën e tij dëshiron më të mirën dhe ne duhet vetëm të jemi mirënjohës. Tani jetoni në Tetov, ma thuj trajektorin sot në sa ora e nis, cilave rrugi ke ra dhe ke mbri në Prishtinë. Po, unë jetoj në Tetov, një qytet, domethënë ku aktualisht edhe kam veprimtarinë time, domethënë të përditshme si ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore, dhe zakonisht është një rutinë pune që kur ne, domethënë, nuk kemi zakonisht leksione me studentët, jemi të detyruar që të paktën të paraqitemi në vendin e punës. Zakonisht bëjmë, domethënë, ato çka janë detyrime elementare, kthejmë emailët ose përgjigjemi. Dhe se ardhët në Prishtinë. Dhe më pastaj u nisëm nga autostrada, domethënë e Shkupit, për të udhëtuar Këndej, një version që është pak më i përshtatshëm për ne, sidomos në rrugën e re që themi ne, e cila gjithmonë na duket, domethënë, një rrugë që ka hapur shtigjet të reja për të udhëtuar, për të vizituar më shpesh. Autostradën ose superstradën është një pjesë e pa ndërtuar ende mes Kosovës dhe Shkupit, le të themi, dhe me vite. Duke qenë mjaft të informuar, ç'është problemi i këtij segmentit pak kilometrësh që nuk rregullohet? Ne jemi të vetëdijshëm për atë që Maqedonia ose Maqedonia e Veriut është një, të themi, një shtet i cili gjithmonë kur vjen në shprehje raporti ndëretnik është një pikë senzitive, dhe sidomos, domethënë, këto raporte që akoma sot e kësaj dite paraqesin një element kyç për të reformuar ky shtet dhe sistemi që përfaqëson ky vend, gjithmonë kur është parë, domethënë, ky konotacion i raporteve të mirë ndërtuara që duhet me kohë të ishin bërë, nuk i jepen prioritet. Këtu është fakti edhe i asaj problematike që ngriten gjithmonë, domethënë në probleme të mëdha, këto raporte ndëretnike, të cilat shpesh herë ndikojnë edhe në këto raportet ndërshtetërore, në rastin në pikën gjeografike, domethënë që kufizohet Maqedonia e Veriut me Kosovën, se mos po ne jemi më afër, domethënë, me këto raportet fqinjësore. Nuk di, opinioni i përgjithshëm i faktorit politik maqedonas gjithmonë këtë e konsideron si një lloj rrezikshmërie, dhe pikërisht këto probleme të mungesës së mirëfillt të komunikimit të ndërsjell në rast të parë të raportit të shëndosh ndëretnik brenda shtetëror i sjellin ose gjenerojnë edhe këto probleme të mëdha. Dhe të erdhe se ke hyrë në temë dhe në analizë të fillun, po du pak disa pyetje fillestare pikanterike më t'i bë, dhe erdhe në autostradën tonë, që ka emrin Arber Xhaferi, pikërisht në hyrje. Një emër i merituar, një emër i një intelektuali, do me thonë edhe me përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare, i cili sot nuk jeton më, dhe mendon se në një farë mënyrë përkatësia e emërtimit për Arber Xhaferit është e duhuna? Gjithsesi që po, për shkak se ka qenë idhtari ose dietari i cili ka bashkuar problematikën duke ardhur nga Kosova, duke bërë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e mirëfillt ose krijimin e pozicioneve më të mirëfillta të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ky lloj konotacioni të ndërlidhjes së ndërsjellë në mes, domethënë, Kosovës dhe shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut e bën edhe më simbolik prezencën e emrit të tij në emërtimin e kësaj rruge që për ne është edhe një urë lidhëse dhe simbolik që neve, domethënë, na ndërlidh në mes dy vendeve. Sigurisht, kontributi i tij është i jashtëzakonshëm për të cilin ne mund të flasim me ditë të tëra dhe sërish nuk do të na mjaftojnë ato, për shkak se gjithnjë më tepër ne konsiderojmë si idhtarin ose udhërrëfyesin në të gjitha ato vendime që ne sot bëjmë si shqiptar, në të shumtën e rasteve dhe subjektet të caktuara politike e konsiderojnë si figurën emblematike të veprimtarisë, domethënë, ose procesit të përgjithshëm të politikbërjes të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Por sigurisht që në situata të caktuara, subjekte të ndryshme në rrethana të ndryshme ju kanë dhënë konotacione ose kahje të ndryshme veprimeve të figurave të caktuara politike, të cilat për hir të
epokës kohore që i kanë takuar, sigurisht kanë pas peshën dhe rëndësinë e veçantë. Do me thënë, për periudhën që Arbri ishte një kontribues i denjë nga vitet e 90-a e këndej, sigurisht një figurë paqësore si e tij ka qenë gjithmonë, do me thënë, një filozofi politikës dhe njeri i cili po ta kërkonim, do me thënë, të pakta ishin figurat si ajo e Arbrit në procesin e përgjithshëm, do me thënë, të politikës në Maqedoninë e Veriut. Pra, ne gjithmonë flasim do me thënë me vlerat më të larta që i takojnë një figure politike si që është ajo e Arbrit. Definitivisht Arben Xhaferi është figurë, ashtu si që përshkruat jo, dhe është vlerisht mund të thuhet një erudit edhe i politikës edhe i jetës në përgjithësi dhe aktivitetit ti. Ai nuk është shqujt me një ambicie, le të themi, racionale për pozita pushtetare, le të themi, por definitivisht ka qenë një shpirt edhe luftarak, po edhe civil në përgjithësi për të drejtat e njeriut dhe për ato natyrore, le të themi, dhe zhvillim të demokracisë. Besa është një shtet i krijuar si shtet i pavarur në rrethana të një thyrje të madhe në fillim vitet e 90-ta dhe në një farë mënyre cilësohet si një vend, një shtet i krijuar, le të themi, pa plumba. Megjithatë, disa plumba kanë kërsit në Maqedoninë e Veriut nga shqiptarët të cilët në një farë mënyre donin që t'i arrin të drejtat e tyre dhe t'a kenë vendin aty ku e meritojnë, sepse me rrjedhat që zhvilloheshin në atë kohë dhe me aktivitetin politik t'u fillu prej partisë, le të themi, të partash, pluralitetit, prosperitetit demokratik, pastaj me emërtimet ndryshme, njerëz të ndryshëm prej Nevzat Halilit e plejada e krejt atyre njerëzve, ne megjithatë në përgjithësi kemi një pakënaqësi të realizimit të drejtave, po i quaj natyrore të shqiptarëve. Pa marrë parasysh që disa standarde janë arrit, është arriti marrëveshje e Ohrit, si quhet, pas, do me thonë, edhe luftës ushtrisë lirimtare kombëtare, një luftë e lavdishme, një luftë e pastër që nuk vrau plaka e pleqe 3 e fëmijë, por, do me thonë, me kauzën e vetë u pranu edhe ndërkombëtarisht dhe si e tillë u ndërmjetësu dhe u kunozdu me një marrëveshje. A mundesh shkurtimisht me spjegu esencën, le të themi, ose perspektivën e pozitës së shqiptare në Maqedoni, duke filluar prej pozitës fillestare si element shtetformues deri në një pozitë tani tjetë faktorizuar ashtu siç e meriton. Sigurisht do të jam për shkak se kjo, siç e përmendët edhe ju, është një fillim, të themi, asaj që Maqedonia kishte një shkëputje nga ish shtetet e Jugosllavisë në një formë paqësore. Mirë po, kjo formë e paqes nuk u ndërtua edhe në sistemin e brendshëm ose demokracisë së mirëfillt të cilën e krijoi të zëmë për shembull Slovenia si një shtet që u nda nga ish Republika Federale e Jugosllavisë aso kohë. Këtu u krijuan komplet rrethana të tjera dhe që nga fillimet e para nuk ishte ajo gatishmëria e përfilljes së të drejtave të një etniteti shumicë siç përfaqësojnë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, duke pasur parasysh që shqiptarët aty janë kontribues të denjë, të barabartë, po ashtu siç janë edhe qytetarët Maqedonas. Mirë po, shtrembërimet filluan që nga përmbajtja e kushtetutës, që është një akt shumë i rëndësishëm, akt themeltar për ndërtimin në një sistemi të mirëfillt demokratik. Dhe me të drejtë studiues konstitucionalist thonë që pasqyra e një shteti të mirëfillt demokratik është pikërisht kushtetuta, ajo që determinon që nga preambula dhe pjesa e dispozitave të drejtat themelore të qytetarëve që i takojnë asaj pjese respektivisht atij shteti ose vendi, për të cilët dedikohet ky si akt më i rëndësishëm juridik. Dhe pikërisht nga këtu, nga kjo pjesë e aktit juridik, ne ose të drejtat tona shtrembërohen. Domethënë nga periudha e viteve të 90-ta e këndej, kontributi i shqiptarëve ka qenë permanent, edhe pse ne na u ofrua të themi një formë, një të ashtu quajture demokraci, por kjo ishte e brisht dhe kjo nuk përfaqësonte denjësisht të gjitha ato të drejta mirëfillit të shqiptarëve që u takonin në Maqedoninë e Veriut.
Sigurisht që procesi i demokracisë aludon edhe në këto pluralizmin politik, media të pavarura e tjerë, shumë koncepte dhe elemente teorike, të cilat në praktikën e Maqedonisë së Veriut më shumë ishin me të dëgjuar se sa me të praktikuar. Por ne si qytetari kemi ndjerë në lëkurën tonë çdo ditë më tepër, sepse e kemi vuajtur, mungesën e pjesëmarrjes jo mjaftueshëm në institucionet të vendit, në institucione vendimmarrëse, po edhe në situata kur ato kanë qenë shumë pro forma ose shumë formale. Dhe në anën tjetër, lufta është bërë pikërisht dhe kjo rëndom është krijuar edhe si një përvojë në praktikën e Maqedonisë së Veriut, rolin kyç të përfaqësimit të denjë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut gjithmonë ka pasur një parti opozitare. Mbaj mend unë aso kohë, kam qenë fëmijë, mirë po nga që babai im ka qenë aktiv në jetën politike aso kohë, përmendët ju me të drejtë Partinë për Prosperitet Demokratik ka qenë parti e parë shqiptare, mirë po edhe Partia Demokratike Popullore aso kohë ishte parti opozitare. Dhe ne si fëmijë jemi rritur dashur pa dashur me këtë frymë të politikës në ambiente nga familja, nga shoqëria dhe ambienti ose mesi më i gjerë ku kemi jetuar dhe vepruar si shqiptar në Maqedoni. Dhe pikërisht, mbaj mend unë periudha shumë të errta, sidomos nga koha kur është hapur Universiteti i Tetovës. Nisim nga një shtyllë bazike që ti e ke pasur të ndaluar nga vendi ku ti si qytetar ke jetuar, ke kontribuar të shkollosh në gjuhën amtare. Dhe këtë si përvojë unë kam paraqitur edhe në një punim shkencor, e kam prezantuar në Universitetin e Göteborgut dhe mbaj mend aso kohë një nga përfaqësuesit që ishte e universitetit, ta si ka mundësi mundet që edhe në shekullin 21 të ekzistojnë problemet kësaj natyre, thash ja që ekzistojnë, ne jemi përballur me këto probleme dhe ne i kemi ndjerë në lëkurën tonë. Dua të them që elementi bazik të mohohet e drejta e edukimit dhe arsimit në gjuhën shqipe. Më pastaj rutina e këtyre problemeve është shfaqur kohë pas kohe, jo vetëm me hapjen e universitetit, po me mohimin edhe të shumë të drejtave të tjera tek të cilat shqiptarët më shumë në frymën opozitare i kanë ngritur këto si çështje në piedestale më të larta të debateve publike dhe edhe me faktorin ndërkombëtar për të trajtuar se këto janë probleme të cilat nuk po zgjidhen. Zoja Besa, le t'i kthehemi pak periudhës së ndryshimeve të mëdha. Vitet 89-90, ramja e murit Berlinit, përfundimi i luftës ftoftë shqiptarët në Ballkan. Dhe ky mozaik i shqiptarëve në veti përmban një shtet, le të themi me kufi administrativ londinez, që quhet Shqipëri, dhe pjesa tjetër, që është Kosova, si që thënë të prezidenti Rugova, guri i madh në këtë mozaik dhe të tjertë janë do gurë të vogël, dhe thënë të kur të qesim këtë guri edhe të tjertë pasohen pastaj, dhe një pretendim gjithë shqiptar dhe një komunikim si asnjëherë në historinë këtë periudhë për shtyrjet çështjes kombëtare. Ty mos i lën anash edhe synimet e mëhershme, njerëzve me sakrifica të mëdha. Viti 90 shquhet me thymje të mëdha në përgjithësi dhe ndodhi me një dinamik të papërshkruar, si ato të, le të themi, të mizorisë dhe të barbarisë dhe e manifestuar me hegemoninë serbe, por edhe të një homogenizime të shqiptarëve, me të gjithë atë ecejake që ka pas. Në përgjithësi është menduar se duhet të jetë një kupoll paternaliste për shqiptarët këtu. Ndoshta fillimisht është menduar që Shqipëria, por shpejt është po që këto pjesë tjera jashtë Shqipërisë duhet ta kenë një strumbullar. Dhe mendoj se këtë epitetin ju ka atribu presidentit Rugova. Ke qenë e re, por sido që tjetë si një studiuse më vanshme, ti mund ta kesh një mendim. Si e vlerëson në përgjithësi çështjen e komunikimit gjithë shqiptarën atë kohë dhe rrjedha në përgjithësi që definitivisht sot kam prunë në një Kosovë të pavarur, me çështjet shqiptarëve në Maqedoni në një pozitë jo të synuar dhe të arritur, por në një shkallë të konsiderueshme, me të drejta në lugin të Preshevës të cenuar dhe të papërfunduara, pse jo edhe në malëzi e tjera.
Ernan, ju me të drejtë i përmendet të gjitha këto elemente të cilat ende sot janë një problematike pa përmbyllur, për edhe, domethënë, si pasojë asaj politike që faktori ndërkombëtar e ka servuar dashur pa dashur për ne si shqiptar. Mirëpo ky copëzim nuk i ka gjetur shqiptarën, domethënë, duar kryq, përkundrazi. Ka shumë figura të cilat kanë kontribuar në këtë drejtim, qoftë për pavarësinë e Kosovës, qoftë edhe për ngritjen e pozicionit më të mirë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në luginën e Preshevës, ose gjithandej ku trojet shqiptare janë të banuara dhe natyrisht edhe për luftojnë, domethënë, për të vendosur në pozicione më të mira faktorin politik shqiptar në radhë të parë në Ballkan, po edhe në dimensione të tjera më madhore. Në këtë drejtim, ju e përmendet edhe pak më herët, domethënë, veprimtarinë time, unë gjithmonë jam idhtare e veprave paqësore dhe admiroj figurat si figura e Rugovës, që ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm për të kontribuar në drejtim të vlerave të mirëfillta të Kosovës, në përgjithësi që faktori ndërkombëtar ta njohë me të gjithë vlerat dhe të drejtat që u takojnë shqiptarëve, që nga periudha kur ajo është aktiv, sado që figura e tij përfaqëson një autoritet, domethënë, të një letrari, të një kolosi letrar të mirëfillt, mirëpo ai ka shkëlqyer edhe në veprimtarinë e tij si një lider paqësor dhe me të drejtë thuhet që ai është Gandhi i Ballkanit, si një personalitet që i ka dhënë edhe politikës ballkanase, po edhe faktorit ndërkombëtar leksione mjaftueshëm për të bindur se si duhet të njihet Kosova, ose si ta njohë më mirë faktorin ndërkombëtar Kosovën. Për atë që është sot, sigurisht një merit të jashtëzakonshme është veprimtaria bashkë me të gjithë idhtarët të cilët kanë bërë pjesë në epokën e tij për të dhënë kontributin e jashtëzakonshëm për atë që është sot Kosova, përfshirë dhe juve dhe të gjithë atyre idhtarëve të cilët meritojnë vërtet, domethënë, njohje të veçanta, por nuk duhet të distancojmë edhe kontributet e gjithëmbashme të njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e luftës së lavdishme dhe sigurisht, domethënë, të gjitha atyre tendencave anësore të cilat e kanë bërë pozicionimin e mirëfillt, domethënë, të kësaj pavarësie që po e gëzojmë sot. Më vlerësoj që çështja e luftës dhe komplementariteti me aksionin diplomatik, le të themi tani edhe si paqësor, por shumë aktiv, është e ka bot vetën si asnjëherë në histori. Ne në konferencë, përmendëm konferencën e Londrës, kanë qenë 5 delegacione dhe bota ka thonë, çka janë këta njerëz, kush o ky popull me 5 delegacione si s'flasin nërmje veti, secili me propozimet vete. Dhe mendoj se lufta e fundit, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në luginë të Preshevës, dhe komplementariteti me lëvizjen, le të themi, diplomatike aktive, sensibilizimin, ka dhënë frytet e veta. Në këtë aspekt, me qenë se përmend zotin Rugova, ka qenë pak i kritikuar që ai nuk e ka lu një rol pak të, le të themi, paternalistit mbi çështjen e shqiptarëve, që tjetë pak zo më i ngritur për çështje të ndryshme. Megjithatë, justifikimi i tij ka qenë se ne kemi një këshill koordinues të partive politike shqiptare në Jugosllavi, kur ky ka qenë kryetari atij këshilli koordinues, që janë marrë kryesisht me çështje të prekun dimenzionin kombëtar. Por Rugova ka pas si strategji që mos ndërhyrjen, le të themi, në punët në thojza të brendshme, sepse ata vetë duhet faktorizohen dhe të arrijnë aq sa faktorizohen, e jo me ndërhyrje. Bile me një rast po e ilustroj për shkak të publikut, kritikohet që nuk po ngrit zanin pak edhe shqiptarëve në Maqedoni pak me i udhëzu ose me i këshillu ose me i urdhënue, nëse edhe kështu mund të themi, dhe thot, po unë një herë thot, i thash Nevzat Halilit, hapeni zyret të Partisë për Prosperitet në Shkup, e që te i flamur të partisë, se këto kombëtarë s'po na lejojnë, se Tetova është e jotja. Po edhe kjo shkoj pak si ngadalë, dhe thonë, a e shifni, ju po më thoni që s'po reagoje në një reagim mbet, edhe pse kam pas raportet të hatashme, raporte shumë të mira në zveti dhe komunikim i mirëfillt. Vitet 1990 dhe aty në ndryshimeve që thamë, si studiuse, po më intereson mendimi ytë tani me të arriturat që i ke,
dhe informacionet që i ke për një lëvizje të shqiptarëve kryesisht të Kosovës, ku kanë gravitu tani edhe të teritoret tjera, që shquhet me një pushtim klasik total, do më thonë, me mbyllje të shkollave, largim nga puna, me shëndetësit, munguar, e tjera, dihen ato. Por një vetë organizimi shqiptare ku shqiptarët Macedonin e Veriut kanë luajtur një rol dominant. Vetëm në aspektin solidar, fjala vjen, ka qenë një aksion, ndoshta edhe ke ndëgjuar, familja ndihmon familjen. Do me thonë, një familje e shqiptarë në Macedoninë e Veriut, dikun në Strugat, në Veleshda, në Gostivara, në Shkupa, kudo, ka mbajt një familje ose 2 ose 3 në Kosovë që nuk i kanë njoft fare, por të evidentuara. Dhe krejt kjo, në përgjithësi, kur të analizohet, pe i kësaj distance kohore jep me kuptue që definitivisht kjo lëvizje që nuk ka zot shumë për masa le temit kohnave më të hershme, por për këtë dinamik një dekadë nuk ka qenë e vogël. Në përgjithësi, si e sheti si një studiuse edhe këtyre fenomeneve, këtë lëvizje të shqiptare, unë tani nuk po du mi dhonë ngjyrime politike, sepse ka qenë jeta vetë, në kryet politike s'ka qenë Ibrahim Rugova dhe kjo s'mohohet, deri në luftë. Cilat janë ato që ti mundesh me i theksu si situata ose si dimensione që mund të atribohen si një lëvizje unike, le të themi, mos edhe për masa ndërkombëtare. Të themi, këto lloj veprimtari shqiptarët i kanë në gjend, çështja e solidaritetit, ndihmesës së ndërsjell, periudha ndoshta e luftërave ose konflikteve të njëpasnjëshme, periudhës së një sistemi të izoluar, koha e ish Jugosllavisë që shqiptarët gjithmonë kanë qenë, domethënë, pikë synimi i gjenocidit edhe i veprave makabre etj. I ka bërë që ne të jemi mjaftueshëm të afërt me njëri tjetrin, të solidarizohemi, ta mbajmë njëri tjetrin, të qëndrojmë shumë afër në kohë të vështira dhe në kohë të mira. E kemi bërë sidomos këtë me Kosovën sepse e kemi ndjerë më afër. E dim periudhën kur Shqipëria për një kohë të gjatë ka qenë e izoluar, po unë mbaj mend që edhe nga fillimi i viteve të 90-ta, kur u hapën kufit, të njëjtën gjë ne e kemi bërë edhe me Shqipërinë. Pra, ne si shqiptar, gjithandej e kemi virtyt themelor në mes atyre vlerave unikale që na përfaqësojnë, të dim të mbrojmë njëri tjetrin në kohë të vështira. Dhe kjo emitohet edhe në vepra të ndryshme, themi të filmave artistik ose dokumentarëve të ndryshëm që ndoshta në momentet caktuara ne kur mjaftueshëm këto gjëra na mungojnë, të themi në momente kyçe shprehemi me atë fjalën që shpesh herë dëgjojmë, po ne nuk bëhemi për njëri tjetrin. Unë besoj se në veprime praktike e bëjmë të kundërtën. Jemi për njëri tjetrin, ndihmojmë njëri tjetrin. Në momente kyçe e kemi treguar se jemi solidar dhe në shumë raste, pavarësisht që i takoj një gjenerate, do me thënë që ndoshta nuk i kemi ndjerë të gjitha ato vështirësit shumë të mëdha të regjimit të egër, të themi të Jugosllavisë, megjithatë ne i dim disa momente kur bie fjala periudha e luftës së Kosovës, ose edhe momenteve në Maqedoni kur ka ndodhur për shembull mohimi të drejtës së arsimit shqip. Prindërit tanë janë shkolluar këndej në Prishtinë dhe me të drejtë thash në fillim se babai im ka nostalgji për Prishtinën sepse pikërisht Kosova ka qenë ajo që i ka mbledhur në gjirin e saj për të edukuar shumë breza që sot kanë dhënë edhe më herët kanë dhënë një kontribut ose ishin pikërisht ata i thtarë të denj që hapën Universitetin e Tetovës dhe shpërndan dritë dije gjithandej për kulturën dhe arsimin shqip. Pra, këto forma të solidaritetit nuk shihen vetëm në një verzion të mbijetesës, por edhe të bashkëpunimit të formave të tjera, të themi vazhdimësisë të edukimit, të kulturës, brezave të rinj etj, që në forma të ndryshme është bërë edhe mbështetja ekonomike, edhe mbështetja për edukimin, kulturën të brezave të rinj, ose edhe të formave të tjera të cilat gjithnjë më tepër sot për shembull po zhvillohen në përmasat ndryshme të një bashkëpunimi ekonomik, të një forme të re të këmbimit të eksperiencave përmes programeve të ndryshme. Pra, në vazhdimësi këto elemente të bashkëpunimit të ndërsjell, të dhënies së kuptimit të mirëfillt të mbështetjes për njëri tjetrin duhet të vazhdojnë dhe të kultivohen edhe më tej, sepse kjo është një gjë
gjenetike është një gjë të cilën ne kemi trashëguar. Dhe në këtë periudhë, nëse flasim për kretë të politikave, si në Kosovë, si në Macedoninë e Veriut, ku në Kosovë ishte Ibrahim Rugova, në Macedoninë e Veriut ishte presidenti Kiro Gligorov, ata kishin një komunikim edhe kishin një, le të themi, marrëdhënie solide në mes veti, me të gjitha dallimet e mundshme, por unë mendoj që për kohën kanë shërbyer, sidomos se jeta është shumë praktike edhe në këto rrethana, në aspektin edhe teknik, sepse ne të gjitha lëvizjet i kemi bërë nëpërmes Shkupit dhe Macedonisë, domethënë, sepse dijej që pjesa me Serbinë ishte e hermetizuar. Dhe këto marrëdhënie të mira, ky komunikim ka ndikuar në përgjithësi dhe mendoj se i kanë ndihmuar, pa marrë parasysh. Bile me një rast, një pikanteri, po e tregoj, presidenti Gligorov shumë i ka vlerësuar Ibrahim Rugovën dhe i thot me një rast që i kish pas thonë në një takim Miloševićit që takoje Ibrahim Rugovën, domethënë po flasim në fillim vitet e 90-ta, sepse mundesh me mësu për i ti diçka. Është njeri i mençur. Në kohën kur ai veç ishte taku disa herë me Rugovën, flasë për Gligorovin. Dhe thot Gligorovi, 6 muaj nuk më ka folë fare heq për këtë fjalë. Vetëm se i ka dhënë një mesazh. Vetëm se i ka dhënën, e ka sugjeruar, sido që tjetë këto deshta me nda me publikun. Dhe kjo periudhë dhe kjo gjendje tani solli në një luftë armatosur e njoftun me tregjesh në ushtria çlirimtare e Kosovës, që mendoj se ka koegzistuar edhe me këtë, le të themi, lëvizjen paqësore dhe ato janë komplementuar mes vetes si asnjëherë në histori, siç e tham. Megjithatë, fenomeni i luftës në përgjithësi e du një koment prej një studiuese, po edhe prej një studiuese grua dhe femër, sepse femrat kanë një ndjesi, le të themi, ndaj dhunës dhe ndaj luftës të armatosur pak më të veçantë. Cili është vlerësimi yt? Unë kam përshtypjen që ka qenë domosdoshmëri e kohës, për shkak se ka qenë, të themi, për Beogradin synimi ose ajo kafshata që s'ka përdihet Kosova, dhe synimin ato e kanë sado që edhe sot e kësaj dite, ndoshta figura politike që krijojnë ato imazhet, iluzione të parealizuara, ende sot nuk mund ta kuptojnë këtë si realitet, sepse synimet e tyre kanë qenë, domethënë, të mëdha dhe nuk ka qenë e lehtë që ta kuptojnë se ajo është një gjë, domethënë, një kapitull i kryer. Mirëpo kanë shkuar patjetër në këtë verzion skajshmërisht ekstrem për të dalur edhe deri tek lufta, sepse s'kan pasur mënyra të tjera. Pastaj mos harrojmë ne rezistencën e njerëzve në Kosovë, e cila e ka qenë e pashmangshme dhe pikërisht faktorin serb e ka detyruar, domethënë, që të vi deri në një situatë të atill për të bërë të mundur që edhe ai të arsyetohet karshi njerëzve të cilët i ka helmuar gjatë gjithë kohës se Kosova është e jona. Vetëm në këtë formë, përmes luftës, kanë arritur ato ta kuptojnë se nuk e kanë më, sepse, siç e përmenda, domethënë, rezistenca ka qenë e fuqishme, lufta ka qenë e lavdishme dhe kontributi, domethënë, i pashmangshëm i njerëzve që e kanë përfaqësuar këtë epokë të luftës. A e ndan mendimin që faktori shqiptar politik tani duhet t'i atribuohet edhe këtij emri që quhet Ali Ahmeti, ka pas një rol dominant dhe unë mendoj shumë pozitiv në aspektin edhe diplomatik, sidomos në ruajtje të komunikimeve dhe marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thonë, Ali Ahmeti nuk e ka pas lehtë, një njeri me një biografi çfarë ka pas, ku është dashur njëkohësisht t'i kënaqë edhe ambicjet, kauzat e dala, edhe le të themi pak revolucionare e militare, në një trojezë diplomatike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është mendimi juaj? Pikërisht, zoti Jana, ne duhet një pjesë të kulturës politike që ne ndërtojmë si shqiptarë gjithandej, qoftë këtu në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, është një fakt që ne duhet të jemi koshient për të bëmat e mëparshme të liderëve që kanë përfaqësuar një epokë të caktuar, domethënë, të procesit që kanë udhëhequr ata. Është sigurisht që
një grupacion sigurisht që do ta kundërshtoj një grup tjetër ose një organizim politik, gjithmonë duhet të ketë edhe frymën opozitare. Mirë po kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i mohojmë të bëmat pozitive ose vlerat të cilat e kam përfaqësuar atë epokë, qoftë epokë të lavdishme, qoftë epokë e cila ka pasur kryesisht të bëjë me zhvillimin e dialogjeve të ndryshme që e kanë çuar përpara ecurinë e proceseve për përfaqësimin e drejtë, adekuat të çdo lloj pozicioni dhe të çdo lloj vendbanimi të banuar me shqiptarë. Dhe në këtë këndvështrim sigurisht që edhe zoti Ali Ahmeti dhe figura të tjera politike nga periudha e 2001-shit e këndej, që përfaqësojnë, domethënë pas konfliktit të armatosur siç e njohim ne në Maqedoninë e Veriut, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në procesin e politikbërjes në Maqedoninë e Veriut. Ato sigurisht ne të bëmat të kësaj periudhe kohore i vërejmë edhe sot, sepse një veprim politik i ndjen pasojat më pastaj të gjithë qytetarët kur ai sapo të hyjnë në proces dhe t'ja ndjejmë ne efektet të njëjtit. Gjithnjë më tepër kur ne i shohim se pasojat e asaj veprimtarie ose procesi politik kanë pasur një merit të jashtëzakonshme për kohën që kanë përfaqësuar, e kemi pasur themi si një argument shtesë për të treguar se pas ka pas dikush që të na mbroj, apo në atë kohën kur ka qenë periudhë për të na mbrojtur, e rëndësishme që dikush të na mbroj. Një periudhë kur konflikti ishte i armatosur, që ne ndjenim veten mjaftueshëm të mbrojtur me një ushtri e cila është shqiptare, sepse ne si shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, sado që mund të kishim pasur një rol vërtet, domethënë konstruktiv, nuk do të ishte ajo e mjaftueshme në qoftë se nuk i kishim të dyja këto verzione. Edhe një verzion ushtarak, i cili tregonte përpara faktorit politik Maqedonas se ne ka kush na mbroj, po edhe faktorin politik që përmes dialogut politik i çonte proceset përpara. Kështu që ne duke i pasur këto dy forma të krahëve, e kemi ndjerë mjaftueshëm veten që përveç kësaj formës të procesit politik, është mëse e nevojshme edhe një opcion tjetër që pastaj u shndrua në subjekt politik, që ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, që fuqimisht kanë mbështetur të gjitha ato procese për të qenë të pranishëm, mjaftueshëm shqiptarët në dikastere të rëndësishme, sepse këto i obligonte jo vetëm kjo pjesë e të themi objektivave të subjekteve politike shqiptare, por ajo dilte edhe si detyrim nga marrëveshja Kornize Ohrit pas konfliktit të armatosur, por edhe si një detyrim përpara faktorit ndërkombëtar, sepse ne e dim që të themi subjekte politike maqedonase pa mos e pasur këtë shtytjen nga faktori ndërkombëtar, gjithmonë neve na quajnë si dytësor. Kështu që unë besoj se është një kontribut meritor i të gjitha atyre aktorëve të cilët kanë ndikuar pozitivisht në ecurinë e proceseve përpara. Besa, në këtë bashkëbisedim ekziston një anëmik i madh mes nesh, ai quhet kohë televizive. Koha po ec, po rrshet, po fluturon, kështu që po duhet sa më shumë të marr nga ky bashkëbisedim. Shkurtimisht si e vlerëson çështjen e le të themi pozitës shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut aktualisht, cilat janë perspektivat, synimet, pa i dhënë konotacione dhe të politikës ditore gjithashtu. Emisionin e kom fakte, kështu nuk mirëm shumë me politikë, po kuptohet që referencat edhe më u marr pse jo. Sipas mendimit tonë, jeni studiuese e denj, ku po shkojmë, apo shkojmë drejt realizimit, le të themi, të atyre që ka na përket edhe që pak po na mungojnë, apo është një rritje ngadalë, si është vlerësimi juaj? Aspekti kohor për të cilin flasim është një element shumë i rëndësishëm, sidomos në një situatë kur shumica e shteteve të Ballkanit Perëndimor kanë sfida të mëdha, problemet e brendshme që kanë të pasgjidhura dhe në anën tjetër problemet që kanë me proceset e integrimit. Një ashtu është edhe praktika e Maqedonisë. Në radhë të parë, problemet e brendshme, faktori politik shqiptar në anën tjetër, me të cilin jo mjaftueshëm arrin të kenë bashkëbisedim dhe të themi politikë të frytshme e cila e çon përpara procesin, ndryshimeve në anën tjetër që i kërkohen Maqedonisë nga faktori ndërkombëtar, ndryshimeve kushtetuese, zgjidhjen e problemeve në raport me Bullgarinë ose edhe komponentave të tjera. Mirpo këtu faktori politik shqiptar është shumë i rëndësishëm, sepse duhet të luajë një rol strategjik
që mjaftueshëm ai të jetë koherent për të gjitha ato procese kohore të cilat neve na kanë shoqëruar si shqiptar, për të mos e mohuar kontributin e denjë të gjitha atyre subjekteve që kanë qenë pjesë e këtij procesi dhe për të gjetur pikën e përbashkët me faktorin politik maqedonas, sepse këtu kemi një handicap të jashtëzakonshëm, këtu me të madhe ushqehet një politikë nacionaliste, e cila nuk është e frytshme jo vetëm për pozicionimin e mirëfillt të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, por edhe në raport me faktorin ndërkombëtar. Dhe këto elemente e bëjnë dal nga dal, domethënë ky proces të jetë i shmangshëm në raport me faktorin ndërkombëtar. Nuk është e rastësishme që faktori ndërkombëtar tani më e mban në distancë Maqedoninë e Veriut. I thotë merru ti me problemin që e ke të brendshëm për momentin, sepse konsideron që nuk është momenti për ta ofruar më afër proceseve të integrimit. Pra, janë probleme të nduarshme dhe këtu faktori politik shqiptar duhet të tregojë mjaftueshëm se cilat janë ato të drejta mirëfilli që ne na takojnë në mënyrë që në një të ardhme të afërt kur ne si faktor politik në Maqedoninë e Veriut mjaftueshëm të dimë çka kërkojmë dhe çka na takon nga ky vend, sepse proceset e eurointegrimeve nuk do të kthehen më pas për të rikthyer dhe për të rietabluar të gjitha ato kërkesa që ne si shqiptar duhet domethënë të bisedojmë me aktorët politik dhe qeverinë ose të ndërtojmë një kupolë politike e cila mjaftueshëm neve na përfaqëson denjësisht brenda atij vendi, brenda asaj shoqërie. Pra, nesër kur ne do të kërkojmë që të jemi vend antar në Bashkimin Evropian, këto probleme duhet të jenë të zgjidhura. Kështu që do të varet shumë nga ne si shqiptarë në përgjithësi. Dhe sa është e larg kjo kohë deri në integrim, sipas mendimit? Ne shohim një distancë kohore nga këndvështrimi i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ndoshta edhe më larg se 2030-a. Do të ishte shumë më arsyeshme që ne të kemi një të drejtë si shqiptar që duhet na takojë një mbështetje jashtëzakonshme nga Shqipëria. Shqipëria është shumë më afër këtyre proceseve. Konsiderohet që nga ato sugjerime nga Bashkimi Evropian 2030 ta gjejë Shqipërinë vend antar dhe me të madhe tani po bisedohen për kapitujt e fundit që ka Shqipëria në këtë proces dhe ne shpesh herë themi duhet na ofrojë më tepër mundësinë që të kemi pasaportat, pa isemi me pasaporta që pastaj ta kemi rrugën më të lehtë si shqiptar drejt integrimeve ose proceseve të. Mendoj se vlerësimet kanë edhe dimension politik, po edhe praktik. Cila tjetër si paraprin, unë mendoj se faktori Maqedonisë të Veriut është interesant edhe i rëndësishëm në përgjithësi për shqiptarët dhe një ekuilibër në le të themi në territoret e Jugosllave, serb, kroat dhe shqiptar domosdoshmërisht duhet të arrihet, përndryshe nuk do të ketë paqe. Besa sot ku je, me çka po mirësh, çka po synon, ku i ki pretendimet? Unë gjithmonë jam e prirur që të ndjek disa të themi programe të cilat janë ndërkombëtare, ju e përmendet edhe në biografinë ose prezantimin tim të shkurtër. Fellowshipet janë programe internacionale të cilat ne si studiues na lejojnë që të kemi një qasje më të lehtë në institucionet akademike ndërkombëtare. Dhe unë kohë pas kohë i ndjek këto, qoftë në periudha 6 mujore ose ka edhe periudha më të gjata se këto. Aktualisht ndjek një program tjetër që pas domethënë këtij që e kam përmbyllur në Zvicër, më interesojnë më tepër, domethënë format e funksionimit të shteteve shumë nivelëshe. Një rast të tillë ka edhe praktika e Gjermanisë, domethënë me landet, një autonomi, domethënë të vazhdueshme që i japin pushteteve ose njësive të pushteteve lokale ose formave të njësive specifike varësisht nga ajo se si është e përcaktuar brenda sistemit juridik të një vendi. Më interesojnë t'i trajtoj ato sepse paraqesin për mua një interesim të jashtëzakonshëm për natyrën e studimit të këtyre tematikave. Sigurisht që këto janë prioriteti im, domethënë çështja e studimeve të këtyre temave dhe thellimi më tepërt me dije, me informacione të cilat edhe ne, domethënë si kontribues në institucionet akademike, të mundemi pastaj të japim mendime në jetën praktike ose në veprimtarinë publike ku shpesh herë shohim se është e arsyeshme edhe pjesa e kontributit tonë. Shikues të nderuar, fatkeqësisht koha na iku. Folëm diçka, po më duket që s'folëm asgjë. Mbajeni në mend, ju gjenerata të reja këtë temën, profesor doktor Besa Kadriu. Mund të mësoni shumë,
Mund t'i referoni karrierës saj, ambicieve të saj, kontributit të saj, me krejt të që ka folëm dhe që ka mund të gjindën në përgjësi në rrjetet sociale dhe në përgjësi në online, si që po quhet media të kohëve të fundit. Duke falenderuar Besën, ju rikujtoj se emisionet i kemi në këtë periudhë të dieleve në ora 17:15 dhe në YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Zoja Besa, falenderit shumë për këtë bashkëbisedim dhe të uroj sukses në rrugtimin tënd. Faleminderit shumë. Sukses edhe juve në realizimin e emisionit. Faleminderit shumë. Sukses. When peace only reigns. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove me Dika dhe Vipa Chips.